I dashur profesor Moshima, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. Unë nuk e meritoja fare notën 4 në testin që kisha bërë, sepse i kisha plotësuar pyetjet. Vërtet? Po, më pas ai më tha që është nota më e ulët që ke marrë nga të gjithë të tjerët në shkollë. Wow, ne duhet të bëjmë diçka për atë qen, ose ai do bëhet si picë shtypur. Pica, ej, prit pak! Sa kish, mund të ketë humbur. Ku jeton o bukurosh? Dua ta ledhatoj edhe unë. Riku tu me ta, do të shkoj të marrë djalin robot. Je një këlysh llafazan. Unë mendoj që të vë emrin si Kthetrat e Nxjerrurat, djali me hanxhar. Unë mendova një emër të bukur për të. Sparky. Kat. Djali robot, përshëndetje Sparkin. Djali robot, jo! Dalo më një herë! Çfarë patë kështu? Dashta ai është alergjik. Me ty do merrem më vonë. Ija, të takohesh me familjen time. Shikoni se çfarë gjeta. Emri i tij është Sparky. A mund ta mbajmë? Unë nuk e di, Tommy, por ne kemi përgjegjësi të tjera në shtëpi. Wow, e po, them që të qëndroj këtu për disa kohë. Më falni, zonjë, por Kthetrat e Nxjerrura është në pronësi të Gas Turnerit. Në ëndrat e tua. Ej, ti nuk e mora atë i vetëm. Ne e gjetëm së bashku. Përse nuk e le qeni të vendos? Hej qenush, a do që të jetosh këtu që nuk është fare keq, apo do të shkosh në shtëpinë e çorapeve të çelbura të Gazit? Për mua është në rregull. Eja pra djali me hanxhar, le të lëvizim. Kjo nuk kam mbaruar ende, po shkoj të marr leukoplast. Kam për të bërë diçka, dhe pastaj do të kthehem. Në rregull, fol. Pse dëshiroj të shfarrosi Sparkin? Është i lig, djali robot do ta shkatërroj. Ai është një gëlysh. E di çfarë mendoj? Mendoj si e xheloz. Çfarë? Xheloz? Do të thot kur ti je i zemëruar me dikë, sepse ai ka diçka që ti do. Ne jemi një grup vëlla. Sparky do të jetë në shtëpinë tonë. Mirë, kështu që do apo nuk do, unë do ta mbaj atë. Ëmbëlsir këlyshash. Do ta bëj kafshën tënde shtëpiake që të doj më shumë. Krokante. Jo, të grënshme. Krokante të grënshme. Jo, nuk duaj të më fikësh. Por më duhet të karikoj bateritë. Baterit janë plot, nuk duaj të më fikësh. Bëj ç'do duash pra. Natën e mirë djali robot.
Natën e mirë, Sparky. Është ora 4 e mëngjesit, ka për të zgjuar! Merë një kokë, Fleabag! Kjo është për një udhëtim të gjatë! Më premtoj që do të rrish mirë me Sparkin kur të jenë në shkollë. Djali robot të premtojnë. Dhe nëse i prek sigur një fije floku, do të jesh se të lashe të më dha. Në rregull. Kështu të lumt. Bukur! A nuk supozoj që të sulmonte derisa djali robot të ishte që aktivizuar? Apo do ta fikësh atë, si që ai di ti bëj punët më mirë, apo jo? Ti duhet ta shohësh me një herë, miku im putalla. Kjo do të jetë jashtëzakonisht brutale dhe ekstreme. Dhe nëse i prek sigur një fije floku, do të jesh se të lashe të më dha. Drito, Konstantin! Një lojë dy fisht është me mikun ton të ri. Ne duhet të fshihemi tek anija e kockës. Le të shkojmë! Djali robot është zemëruar me Tomin. Oh, jo! Djali robot! Nuk e besoj dot, nuk e mbajtë premtimin. Djali robot nuk po e bën. Qeni përbindesh, i madh, i lig, i keq, i acaruar. Sparky! Ku është Sparky? Sparky? Sparky! Falë zotit që t'je në rregull. Ti do të aktivizohesh sa më shpejt që t'jetë e mundur. Jo, mos u bëj keq, mos e bëj, mos më çaktivizo. Faleminderit Konstantin. Po ti e di që duhet ta pastrosh atë tani. Më fal që ta bërë këtë gjorë, mik, por nuk mund të lejo të shkatrosh shtëpinë në këtë mënyrë. Sparky? Fjetrat e nxjerrura? Djali robot! Jo! Të lumt, qenush! Qeni ra!
Eja me një brak! Nuk funksionon. Wow! Why, Peter? Wow! Oh, djali robot, e prisha fare punën. Do të kisha dëgjuar. Më fal, shoku. A mund të më falësh? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë? U bëj shaka. Ej, prit! Po gazi, ku është? Ku ndodhet gazi?